nuk bën me kërku vdekjen. E pse nuk bën me kërku vdekjen? Pse besimtari duhet me dash tjetër? Për shkak se fillimisht të ndërlozër, jeta është mundësi me bo punë mira. Nëse njëri ka një sprovë me një aspekt, bën sabër, kërkon falje, jep sadaka që Allah me te kalu sprovën, një mo njerëzve tjerë që nështë Zoti e largon, që ka sot dyrë të harit mund mu qelë për shkak një sprovë. Krej këto dyrë njëri fatkeqësisht nga nxitimi dhe nga mungesa përballës me sprovën, don këto dyrë me imshel. Allah do më ia qelë dyrët e harit, ai do të më imshel. Njëri kur e kërkon vdekjen, realisht kërkon që më mbyll mundësia me bë mirë. E kush është ai njeri i cili domethënë ka bë mjaftu shumë mirë e që tash lërë shumë mund me kërku vdekjen? S'ka kërkush. Prandaj çdo kush për neve të ndërvozër, një ditë më shumë këtë dunja me jetu, e ka një mundësi më tepër. Mos shiko njerëz që kanë vdekë para një jave. Sa sabaha je para tyne? 7 sabaha je, 7 dreka. Do minimumi je do me 10 namaze para dikujt. Pastaj fjala e mirë, pastaj respekti, pastaj bamirësia. Kjo që njeri nuk bën me kërku vdekjen për shkak se jeta nuk është veç një ngjyrë, nuk është veç një sprovë, por është më shumë se kaq. E Allahu përmes sprovës hap dyrë të harit që duhet njërin to me shiku. Çështja e dytë, ndërsa pse besimtar nuk bën me kërku vdekjen? Për shkak se gjithmonë kena nevojë për më u përmirësu. Më kena nevojë me shtu punë mira, por kena nevojë dhe më u përmirësu, me largu të metat. Kush për shembull për njerëzve arrin që krejt çka i ka të metat liga me largu, më përmirësu tani lërshëm me dek. S'ka kështu të për. Do më të një të metë e hek, shfaq një tjetër. Një problem dërguat, vjen një tjetër. Dunja është e tillë. Andaj besimtari është në proces të vazhdueshëm të përmirësimit. Dhe me i padhon Allah mundësi, me rënu dhe 200 vjetë e kështë mundu me konë gjithë më i mirë. Qështu qasë e besimtarit ata. Prandaj, nëse dikush kërkon me vdek, do me thonë, kërkon me shku të Allah me të meta, me lëshime, me mëkate, e kjo është pa dyshim në disfavorën e tij, është e dëmshme. Pastaj të ndërozër, nëse një kërkon me vdek për shkak të një sprove, kush i garanton se mas vdekjes ku me pas më mirë?